Por el no. Mafia shqiptare ka kërkuar të më eliminoj fizikisht. Alarmin e ka ngritur presidenti i Kolombisë, Gustavo Petro, i cili me anë të një reagimi në X ka hedhur akuzat të forta ndaj grupit të dritanqikës në Abu Dhabi. Ky quhet karteli i trafikimit të drogës me selin në Abu Dhabi. Ata kontrollojnë një rrjet prokurorësh dhe portin e Bonaventurës. Ata janë autorët e vrasjes së prokurorit paraguajan Peci dhe arritën të mbulonin mendjet e vrasjes në zyrën e prokurorit, shkruan Petro në publikimin e tij, duke shtuar më tej se ata janë përpjekur të më vrasin por pa sukses. Kjo nuk është hera e parë që presidenti kolombian flet për këtë strukturë, pasi gjatë mbledhjes të Këshillit të Ministrave më 10 mars 2025, ai deklaroi publikisht se jeta e tij është në rrezik dhe akuzoi drejt për drejt ta shoqëruar një junta e re drejtuese e narkotrafikut me selin në Dubai, si organizatë që po planifikon vrasjen e tij. Autoritetet ligjzbatuese në Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuara Arabe kanë arrestuar të hënën dritangjikën, i cili konsiderohet si kreu i mafjes shqiptare të trafikut të drogës në Ekuador. Operacioni është koordinuar nga njësia kombëtare e Interpolit në Ekuador në bashkëpunim me homologët e tij në Spanjë dhe fal punës hetimore dhe shkëmbimit të informacionit përmes programit Pacto 2. Gjika është subjekti i 2 njoftimeve të kuqe të Interpolit për trafik droge, pastrim parash organizatë kriminale. Ai akuzohet për ndërtimin e operacionit të sofistikuar trafikimi me ndihmën e biznesmenëve me ndikim të lidhur me nivelet më të larta të qeverisë dhe të mbrojtjes nga shefi i policisë së Ekuadorit. Për te fakti që gjika lindi në 28 dhjetor 1976 në Shkodër, ka pak gjumë të jetës së tij të hershme. Gjika shkoi për herë të parë në Ekuador në vitin 2009, kur ishte 33 vjeç. Në vitin 2013 ati u dha shtetësia dhe vendos në Guayaquil, zemra ekonomike e Ekuadorit.